Sot shënohet një ditë e veçantë për të gjithë mësimdhënësit, dita e 7 marsit, por veçanërisht në fshatin Haraqin të Shkupit, kjo ditë u mbush me atmosferë të dyfisht. 7 marsi, si dhe hapja e një qerdhjeje moderne dhe të pajisur plotësisht për fëmijët e këtij fshati. Qerdhja Fatosat, me një hapësirë prej 950 metra katror dhe hapësirë për 115 fëmijë. Ky moment shënoi një arritje të madhe për banorët e kësaj komune, duke pasqyruar përkushtimin e vazhdueshëm për përmirësimin e kushteve të edukimit dhe kujdesit të fëmijëve. Veçanërisht, kryetari i komunës së Haraqinës, Ridvan Ibrahimi, thekson se emri i kësaj qerdhjeje është zgjedhur me shumë përkushtim, si dhe shpreson për zgjerimin e kapaciteteve të kësaj qerdhe. Me shumë kujdes kemi përzgjedhur një emër që kemi përkushtuar voglushve tonë. Qerdhen që po e hapim sot do të mbaj emrin Fatosat, që në vete ngërthen fisnikrin, pastërtin, ashtu si që janë fëmijët tonë. Por ndryshe, kjo qerdhe ka kapacitet prej 115 fëmijë dhe sigurisht marrë parasysh numrin e madh të filloristëve, nevojat janë shumë më të mëdha për të përkushtuar një të ardhmen që të afërt që të zgjerojmë këto kapacitete. Ndërkaq, në fjalimin e tij, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, thekson se ata gjithmonë kanë qenë në shërbim të së ardhmes, zhvillimit dhe shkollimit. Sot është një ditë e veçantë për tërë kombin shqiptar. 7 marsi, dita e mësuesit, dita e diturisë. Gjithmonë kemi qenë në shërbim të së ardhmes, në shërbim të zhvillimit e shkollimit. Dhe kjo ditë e sot me këtu në Haraqin, pikërisht është në shërbim të këtyre fatosave, të nanave e baballarëve, që me kënaqësinë më të madhe do i kenë në vend të sigurt, në trajtim të sigurt. Ata urojnë që të jepet maksimumi për krijimin e kushteve të volitshme, që rinia jon të zhvillohet, arsimohet dhe të kontribuojnë në vendlindjen e tyre.